Ne do shkojmë në vim të Alma Demiraj, do të lidhem edhe me të. Alma, atëherë, shoh që je në një zonë ku në fakt dje ka patur dëme, na trego më shumë të lutem çfarë ndodh aty ku ti je, shohim tym në një lloj distance, gjë që flet për aktivizim të vatrave në kohën që ne flasim. Përshëndetje Genta, në fakt deri para pak minutash ka patur flak pasi favorizohen nga era që fryn. Tani duket që është stabilizuar diçka, me sa duket nga kamera, sa ju mund të dalloni pra nga kamera e operatorit tim Elin Kadillari, por nata e mbrëmshme ka qenë e frikshme për banorët e Priskës. U ndodhen pikërisht në lagjen Shparesh të Priskës së Madhe, ku banorët më kanë treguar se kanë përjetuar një natë të frikshme, për masat e zjarrit kanë qenë të mëdha, janë afruar deri afër shtëpive. Madje në një lagje tjetër të Priskës, larg ku u ndodhem, janë ndjegur 2 shtëpi, banorët e 2 shtëpive janë evakuar tashmë dhe presin që të vlerësohen dëmet që u janë bërë. Megjithatë, në Shparesh, në lagjen ku ndodhem, ka disa vatra të cilat aktivizohen her pas here, madje banorët vinë duke kontrolluar pasi kanë toka të mbjella me misër, edhe pse një pjesë kanë mundur ta korrin, por kanë pjesë të tjera të pa mbledhur dhe ka parcela me ullishte, të cilat rrezikojnë digjen, edhe pse forcat e ushtrisë zjarfikset një natë më parë kanë bërë një punë të shkëlqyer për shuarjen e zjarrit, të paktën kështu e vlerësojnë vetë banorët, edhe gjatë ditës së sotme janë 2 helikopterë të cilët qarkullojnë për të shuar vatrat që ndizen her pas here, thash, të favorizuara nga era që fryn. Ata mbushen me ujë në liçenin e Farkës që ndodhet fare pranë, por nuk kanë arritur të shuan të gjitha vatrat e zjarrit, Genta, dhe banorët më tepër i druajnë të mbjellave që kanë pasur në tokat ku kanë pasur dhe të dëmtuara, pra parcela të mbjella me misër. Megjithatë, Genta, duhet thënë që në këto zjarre, të cilat ekspertët i kanë vlerësuar edhe më herët për shkak të ndryshimeve klimatike, pra ngrohjes globale, temperaturat e larta që kanë ndodhur për 2 javë, Shqipëria ka patur temperaturat e larta rreth 40 gradë, kishim një ditë më parë, pra priteshin janë efektet e ngrohjes globale, dhe duhet thënë që më shumë se dëmet materiale që shkaktojnë këto zjarre, dëmet janë ende edhe më të mëdha në shëndetin e popullatës, pasi tymi që qëndron se flakët shuhen, vatrat shuhen të zjarreve, por tymi në ajër, i cili nuk qëndron vetëm në vatrën ku ka qenë zjarrja, ai shkon me kilometra, me mijëra kilometra larg, dhe dëmet janë të pallogaritshme në shëndetin e popullatës, që ka qenë një alarm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ta lidh pak dhe me shëndetin e popullatës, me qenë se unë mbuloj dhe shëndetin në redaksinë e lajmeve. Pra janë të pallogaritshme dëmet që shkaktohen në shëndet për shkak të dioksidit të karbonit, në rastin më të mirë kur digjen pyjet, edhe pse janë dëmet të konsiderueshme në pyje, por në vatra tjera ku digjet plastik apo nuk dihet se çfarë digjet. Gjenda, shpresojmë që këto vatra të shuhen sot, nuk di nëse mund të dalloni helikopterin i cili po vjen sa mund të dallohet nga kamera e Elin Kadillarit për të shuar vatrën e cila është aktivizuar, dhe sa herë fryn era ajo aktivizohet akoma më shumë. Ne kemi qenë këtu që në orët e para të mëngjesit dhe nuk ishin kaq afër flakët, por me sa duket nuk arrin të shuhen, janë 2 helikopterë në fakt që qarkullojnë në ajër, pasi në rrugë toksore është e pamundur të ndërhyet, janë terrene të vështira në fshatrat e afër Tiranës, në siç është Priska e Madhe, por fatmirësisht flakët është aktivizuar tashmë. Fatmirësisht flakët janë larg shtëpive, pra janë mundur të shuhen ato vatra që kanë riskuar shtëpitë, me përjashtim të 2 shtëpive që janë ndjegur një natë më parë, pra ku thash zjarri ka qenë i përmasave të mëdha, Genta. Të falenderoj, Alma. Për momentin. Faleminderit ju. Të falenderoj për lidhjen tënde direkte dhe gjithë informacionet që na solle live.